Gjatë vizitës së sotme në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi realizoi takim me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta. Në takim është biseduar për çështje aktuale politike, për rëndësinë e integrimeve euroatlantike të vendit dhe rajonit, për shqetësimet e shqiptarëve të Maqedonisë, si dhe tema të tjera politike. Natyrisht që në atë parë do të përfitojë nga rasti për të uruar të gjithë qytetarëve të Kosovës festën e pavarësisë dhe të shtetit të Kosovës, pasi sot është një ditë e shënuar. Dhe së dyti, dua të shpreh vlerësimin tim për angazhimet e zotit Thaçi dhe të partisë tij, po dhe gjithë faktorit shqiptar për të shtyrë mëtej Maqedoninë drejt proceseve integruese, drejt zgjidhjes së çështjes së emrit, ashtu sikur se është e rëndësishme të ecet më shpejt drejt jo vetëm realizimit të plot të marrëveshjes së Ohrit, por njëkohësisht edhe të përmirësimit të situatës ekonomike e sociale. Me zotin Ilir Meta, kryetarin e parlamentit, biseduam për shumë çështje. Për ne shqiptarët e Maqedonisë është tetë e rëndësishme që në rend parë jemi mirë të informuar për situatat rajonale dhe ndërkombëtare që mos të bëhet ndonjë gabim nga mungesa e informacionit. E informova zotin Meta për shqetësimin tonë kryesor që kemi si shqiptarë, është bllokimi i procesit integrues drejt Unionit Evropian dhe NATO-s. Kjo na shqetëson tepër shumë. Në anën tjetër na e komplikon edhe çështjen e drejtave tona, qofshin politike apo ekonomike. Bashkërisht rram dakord që të vazhdojnë këto komunikime dhe bashkërisht të mirë informohemi dhe të vazhdojmë të veprojmë drejt rrugës tonë përbashkët, perëndimit, integrimit dhe kështu me radhë. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka realizuar takim me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Gjatë takimit është biseduar për çështjet aktuale politike në Maqedoni dhe Shqipëri, si dhe për proceset integruese rajonale. Kryetari Thaçi në takim shprehu shqetësimet e Partisë Demokratike Shqiptare për bllokimin e procesit integrues të Maqedonisë dhe të realizimit të drejtave kolektive të shqiptarëve, pa të cilat nuk garantohet mbijetesa e Maqedonisë. Kryetari Thaçi gjithashtu vlerësoi marrëdhëniet me Shqipërinë si shumë të vlefshme për shqiptarët e Maqedonisë dhe theksoi se Shqipëria përbën një faktor të rëndësishëm për stabilitetin rajonal e më gjerë. Në këtë takim, presidenti Nishani përgëzoi Partinë Demokratike Shqiptare dhe kryetarin Thaçi për kontributin në zhvillimin e demokracisë dhe të proceseve integruese të Maqedonisë, si dhe për realizimin e të drejtave të shqiptarëve dhe garantimin e paqes dhe sigurisë në rajon.